Rikthimi i Eglit në shtëpinë e Big Brother VIP duket se ka shkaktuar pak kënaqësi tek shumë nga ndjekësit e formatit, përfshirë këtu edhe familjarët e Gjestit. Nelin, në një postim të bërë së fundmi në Instastoryn e tij, në një shkrim të gjatë, thuhet ndër të tjera se personazhet e rikthyer në shtëpi po përpiqen ta rrëzojnë Gjestin, duke përdorur ato çka kanë parë jashtë. Nelin, pas rikthimit të saj, Egli ka ndryshuar totalisht sjellje kundrejt Gjestit, duke e bërë këtë të fundit konfuz në lidhje me informacionet që ajo mund të ketë marrë jashtë shtëpisë. Postimi i plot, i mbyllur për më shumë se 150 dite, pa qasje në botën e jashtme, pa e shijuar luksin e thashethemeve apo gjykimin e turmes, pa e ditur çfarë mendon bota, që nuk ndjen as duar trokitjet e atyre që e duan, por as përbuzjen nga atyre që nuk e duan por sërish e ndjekin me çdo lëvizje tij. Nelin, i vinë njerëz që kanë pasur fatin të dalin jashtë, të mbushen me informacionet e fresketa e t'ia servirin ato të përzgjedhurat për ta thyer, për ta rrëzuar duke e nxitur të dyshojë të vetja dhe të humbasë busullën e lojës. E megjithatë, ka ende fuqinë ta shndërrojë gjithë këtë presion në burim forcë të pashtershme. Nelin, nëse ka një fitore që është më e vështira në të gjitha historitë e Big Brotherave është kjo. Jo një fitore që vjen gjithmonë me brohoritje, por ajo që vjen pasi ke kaluar nëpër humnere, kur gjithçka ka punuar kundër teje, pa asnjë dritare të hapur, pa asnjë dorë të shtrirë, por vetëm me një shpirt që refuzoi të mposhtet. Kjo është një fitore që nuk kuptohet nga të gjithë, por peshon me rende se çdo